Ajo mas andaj skandali më i madh militantizmi i Vjosës, që thot, aktgjykimi 2020 sot ma lejon, thot mu, dhe abuzon me qytetar, merr në ajo shqip i shkrum. Po para se ta dekretoj shpërndarjen. Po s'ka logjika, ndëgjom. Kushtetuta thot shkohet në zgjedhje që duhet mu majt. Ajo është çështje formale. Asnjë diskrecion se ka më aty. Ajo duhet me i dekretu, s'ka çare pa i dekretu. Herën e dytë. Kushtetuta i përcakton 3 raste. Dhe një prej 3-jave është ky, kur herën e dytë dështon, mrena 60 ditë thot. Kurse neni, që quhet neni që komandon zgjedhjen, që është neni 95, cakton thot duhet mu majt mrena 40 dite prej ditës së shpalljes. Asnjë diskrecion s'ka. Në moment që ka dështu ai, absolut, do të kesh abuzim klasik. Ran thot aktgjykimi 2020-s, merr aktgjykimi 2020. Aktgjykimi 2020-s i referohet situatës kur ka dështu i pari, jo i dyti. Mas dyti s'ka punë gjykata aty, s'ka që të tregon gjykata. Pas së dyti shkot. Pra, po, ç'ta qartësojmë? Sepse kontestuesa atë ka qenë periudha e vetme kur kuvendi. Ky kuvendi pa qeveri ka mundur të mbledhet edhe të votoj buxhetin, të votoj një pako. Asnjëherë. Po s'mundet sepse dihet ligji për qeverin. Ligji për qeverin. Ato ja e vetëm qeverisë dorëheqje. Po s'mundesh ti qeveria që po i thot vetit detyrë, plus që është uzurpatore, që është edhe deputet edhe kryeministër, me shku me votu buxhet për me 2 kuvenda të likvidum, po s'ka logjik më në buri bosh. Na jo sistem parlamentar, po këtë s'bota as Bangladesh, as kërkun hiç. S'mësh me bë këtë. Ligji është i qartë, ligji tregon në cilat raste mundet me bë buxhetin. Qartë është këtë ligj vetë këta kanë miratu. Që i bie? Mënyra e vetme ka qenë kështu, të mos votohet buxheti. Mënyra e vetme ka qenë me provu herën e dytë.